Fundi i një regjimi vjen kur njerëzit nuk kanë më frikë prej tij, madje kur fillojnë të qeshin me të. Pikërisht kjo ndodhi edhe në Hungari. Deklarata erdhi nga kryeministri i ri i Hungarisë, Peter Magyar, gjatë një interviste për Der Spiegel. Motoja ime që në fillim ishte mos keni frikë. Edhe 2 vjet më parë thosha se pushteti i Orbanit dukej shumë më i fortë se sa ishte në të vërtetë. Theksoi Magyar, i cili në muajin prill rrëzoi nga pushteti kryeministrin Viktor Orban pas 16 vjetësh në pushtet. Unë kam qenë gjithmonë shumë mosbesues nëse mund të fitoj përballë një regjimi të tillë, aq më tepër me një shumicë si ajo që arritëm, por u bëra vërtet optimist vetëm në gjysmën e dytë të vitit 2025. Hungarezët janë shumë të durueshëm, por e duan lirinë. Kishte shumë gënjeshtra, shumë korrupsion, shumë propagandë. Dhe pas kaq vitesh, dolëm ne, një forcë jashtë sistemit që donte sinqerisht të fitonte dhe që tha, do të punojmë me ndershmëri dhe transparencë, do të mbrojmë qytetarët tanë. Magyar thekson në intervistën për Der Spiegel se Hungaria ishte një shtet i marrpeng. Ka ende shumë besnik të tij në sistem, për shembull në Këshillin e Mediave, por edhe presidenti i Gjykatës së Lartë dhe prokurori i përgjithshëm janë njerëz të Orbanit. Pra sigurisht kemi hasur rezistencë. Por këtë e prisnim. Këta njerëz duhet të largohen. Ata e tradhtuan shtetin e së drejtës, demokracinë dhe popullin hungarez. Askush prej tyre nuk reagoi kur gjyqtar, gazetar, artist apo qytetar të thjesht u fyen dhe ndaj tyre u shpif. As kur Orbani i quajti kritikët e sistemit parazit që duhet të shtypeshin. Njerëzit nuk votuan për një ndryshim të thjesht qeverie, por për një ndryshim sistemi, theksoi Magyar.